Vala e të nxehtit që ka përfshirë vendin me temperatura shumë të larta, ndërsa mjekët apelojnë për kujdes të shtuar, veçanërisht gjatë orëve më të nxehta të ditës. Mjekët thonë se në këtë kohë të vapës afrikane është të shtuar dhe fluksi pacientëve që kërkojnë ndihmën e mjekëve. Ata më së shumti ankohen për probleme me barkun, helmime nga ushqimi, por dhe nga alergjitë e verës. Rastet të cilët më së shumti vinë dhe janë shtuar fluksi pacientëve të cilët janë shtuar, janë pacientë të cilët kanë probleme me traktin gastrointestinal, do të thotë helmime të ndryshme marrin nga ushqime, për arsye se kemi shumë rregulla për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e vetë ushqimit, do të thotë hanë ushqime të cilët janë të përgatitura, kanë qëndruar gjatë të përgatitura, apo nuk kanë qenë mirë të përgatitura në temperatura të duhura, dhe ajo normalisht apo përzierja ushqimeve të cilët ndikojnë tani këto ditë të nxehta, marrja ushqimeve të cilët janë të yndyrshme, ushqime të cilët janë të forta, dhe ato ndikojnë tek pacientët, te çrregullimet veçanërisht të barkut dhe simptomet me të cilët vinë më shumë me vjellje dhe barqitje pa, po ashtu kemi pacientë të cilët vinë edhe për alergji, pasi që është e koha e verës, dalin pacientët, ecin, lëvizin në natyrë, edhe kanë çrregullime të ndryshme alergjike, pavarësisht cilin organ i ka atakuar. Qytetarëve u rekomandohet të pinë sa më shumë ujë, të shmangin qëndrimin direkt në diell dhe aktivitetet fizike që nga ora 11 deri në orën 17. Rekomandohet gjithashtu veshje e lehtë dhe e gjerë, qëndrim në ambiente të freskëta dhe freskimi i trupit me ujë. Konsumohen ushqime të lehta, pasi janë temperaturat e larta, të konsumohen më shumë ushqime të mundohen të jenë të freskëta, pemët dhe perimet të cilët i konsumojmë duhet të pastrohen mirë, pasi kanë shumë pesticide, ne e dimë që të prodhohet një rendiment duhet kese pesticide, duhet të pastrohen mirë ato, që mos të kenë çrregullime të shëndetit. Më së shumti atakon normalisht edhe grup mosha të cilët janë të moshuar, apo më të vegjëlit fëmijë të cilët normalisht nuk dinë të kujdesen aq sa duhet për shëndetin e tyre. Për këtë arsye janë këto grupe të cilët ne i veçojmë, të cilët duhet kujdesen, por jo që nuk e atakon krejt popullatën në përgjithësi. Pra, të ketë kujdes në këtë mënyrë, të konsumohen sa më tepër lëndje, veçanërisht të konsumohet ujë, i cili e dimë se nuk është i dëmshëm, në një farë mënyrë, pra sadopak që ta ruajmë shëndetin në përgjithësi. Mjekët këshillojnë shmangjen e alkoolit dhe kufizimin e pijeve me kafeinë, ndërsa kujdesi veçantë duhet të kushtohet fëmijëve, të moshuarve dhe personave me sëmundje kronike. Dhimbja e kokës, marramendja, dobësia, të përzierat dhe konfuzioni mund të jenë shenja të problemeve të shkaktuara nga temperaturat të larta. Në raste të tilla kërkohet ndihmë mjekësore. Apeli i mjekëve është i qartë: hidratimi i vazhdueshëm, sa më pak ekspozim në diell dhe kujdes maksimal gjatë ditëve me temperatura ekstreme.